It would have been like smooth. It's better. Përshëndetje. Qëllimi i kësaj skeme është të mbështesë ndërmarrjet mikro dhe të vogla, e të mesme, si dhe bizneset start-up për zhvillimin e produkteve, shërbimeve ose proceseve inovative në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Objektivi kryesor i kësaj thirrje është të nxjisë idetë inovative që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit, krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e eksporteve dhe forcimin e kapaciteteve inovative të sektorit të TIC-ut. Në këtë thirrje mund të aplikojnë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, të regjistruara deri me 31 dhjetor 2020. Bizneset start-up të regjistruara nga 1 janari 2021 deri me 31 dhjetor 2025. Buxheti total i kësaj skeme është 1.160.000 euro, nga të cilat 760.000 euro janë të dedikuara për ndërmarrjet mikro, e të vogla dhe të mesme, ndërsa 400.000 euro për bizneset start-up. Nga ky total, Minti apo Ministria që drejtoj ka kontribuar me 600.000 euro, ndërsa LuxDev me 560.000 euro. Për lotin e parë, granti mbulon deri në 50% të kostos së projektit, me një financim minimal prej 30.000 euro dhe maksimal prej 50.000 euro. Pjesa tjetër e financimit duhet të sigurohet nga vetë aplikuesit. Për lotin e dytë, granti mbulon deri në 80% të kostos së projektit, me një financim nga 15.000 euro deri në 25.000 euro, ndërsa aplikuesi duhet të kontribuojnë me të paktën 20% të vlerës së projektit. Projektet që financohen duhet të paraqesin inovacion në fushën e TIC-ut. Kjo përfshin zhvillimin e aplikacioneve softverike, inteligjencën artificiale, sigurinë kibernetike, blockchain, analizën e të dhënave, automatizimin e proceseve, platformat e bashkëpunimit online, sistemet e menaxhimit të biznesit dhe teknologji të tjera moderne. Është e rëndësishme të thuhet se pajisjet e financuara duhet të jenë të reja dhe nuk mund të shiten prej një periudhe prej 3 vjetësh pas nënshkrimit të kontratës. Ndërsa sot po e lancojmë fazën e dytë me një skemë të ngjashme me një buxhet prej 880.000 euro për të mbështetur investime të reja. Përmes kësaj skeme, ndërmarrjet do të kenë mundësi të përfitojnë grante deri në 25.000 euro në total për masat në VM. Masa 1, sisteme solare fotovoltaike dhe bateri, dhe nëse një biznes e ka sistemin solar fotovoltaik, por nuk ka bateri, mund të përfitoj vetëm nga bateria. Këto sisteme ose sistemet solare termike mbështeten në masën 40% të vlerës së investimit. Masa e dytë ka të bëjë me eficiencën në ndërtesa, ku përfshihet izolimi i mureve, çative, dyert dhe dritaret e reja eficiente. Kjo masë mbështetet në masën prej 30% të vlerës së investimit, ndërsa masa e tretë mbështet bizneset për të blerë pajisje që i bëjnë linjat e tyre të prodhimit më eficiente, sikurse që janë inverterët me frekuencë të ndryshueshme dhe këto mbështeten me grant prej 70%. Nëse një biznes aplikon për një masë, mund të përfitoj grant deri në 20.000 euro, mirë po masa e 3, inverterët që i përmenda ose pajisjet e ngjashme, mund të kombinohen me masën 1 ose 2. Pra, bizneset mund të aplikojnë edhe për sistem solar fotovoltaik dhe termik të kombinuar me inverter ose me izolim të ndërtesës të kombinuar me inverter, por 2 masat e para nuk mund të kombinohen. Në rast se kombinohet masa 1 ose 2 me masën 3, atëherë vlera totale e grantit mund të arrijë deri në 25.000 euro. It's a pleasure to be here today for the launch of those 2 important initiatives that reflects Luxembourg's continued commitment to Kosovo economic and sustainable development. We are very glad to be here today with the 2 ministers, Minister of Economy and Minister of Trade, to launch the second phase of the Innovation in ICT grant scheme and with the Minister of Economy, the Clean Energy grant scheme. Those 2 initiatives support key drivers of competitiveness, digital innovation and sustainable energy.
They will help businesses to grow, to innovate, to become more resilient and seize new markets. The innovation of the ICT grant scheme builds on the success of our 2024 innovation grant scheme, which has supported 48 businesses.